Shumica e ilaqeve nuk krijohen për të shëruar. Ato krijohen për të mbajtur problemin nën kontroll, që të mos ndalosh kurrë së bleri. Kompanitë farmaceutike investojnë më shumë në marketing sesa në kërkim, jo për të gjetur zgjidhje më të mira, por për të shitur më shumë. Shumë studime mbi ilaçe janë të financuara nga vetë prodhuesit. Dhe nëse një ilaç nuk sjell fitim, s'do dalë kurrë në treg. Sëmundjet kronike janë më fitimprurëse se shërimi. Një pacient që merr ilaçe çdo ditë, një klient për jetë. Sistemi shëndetësor nuk funksionon kur ti je i shëndetshëm. Ai ecën mbi bazën e problemeve, sa më shumë vizita, analiza, receta, aq më shumë fitim. Ti si je pacient, je klient në një industri që shet iluzione. Dhe derisa të kuptosh këtë, loja vazhdon. Nëse do më shumë të vërteta si kjo, bëj like dhe subscribe. Dikush duhet ta thotë.